Për të tretën ditë radhazi në zonën e Nën Shkodrës, niveli i ujit ka shënuar rënje duke sjellë zvoglim të sipërfaqes së tokës së përmbytur. Aktualisht rreth 590 hektar tokë bujqësore vijojnë të jenë nën ujë, ndërsa rrugët e Obotit dhe Daragjatit tashmë janë të kalueshme për automjetet e larta. Krahasuar me një ditë më parë, rezulton me rreth 150 hektar më pak sipërfaqja tokës së përmbytur në zonën e Nën Shkodrës. Ndërkohë që rënja e nivelit të ujit është më e dukshme këtu në rrugën e Obotit, e cila nga sot është e qarkullueshme nga mjetet e larta të ushtrisë, me anë të cilave po kryhet transporti i banorëve, por edhe dërgimi i ndihmave ushqimore, ujë të pijshëm dhe i bazës ushqimore për gjën e gjallë. Sipas të dhënave nga Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit, nivelet e lumeve Drin dhe Bun ndodhen nën kuotat kritike, po ashtu ka rënje të nivelit të ujit edhe në liçenin e Shkodrës, çka po ndikon pozitivisht në normalizimin gradual të situatës. Ndërkohë në zonën malore të qarkut të Shkodrës, e përfshirë nga Bora dhe Ngricat, situata mbetet problematike në aksin Bok-Theth. Pas ndalimit të qarkullimit për disa orë, si pasojë aktivizimit të ortekëve në qafthore, lëvizja mjeteve ka rinisur në orët e mbrëmjes të smërkurës. Në një segment rrugor me gjatësi prej 550 metra, vijon të jetë prezent rreziku i rënjes së ortekëve nga shpatet malore. Ky rrezik shtohet veçanërisht gjatë orëve të mesditës, kur nis procesi i shkrirjes së borës. Për këtë arsye, autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se gjatë ditëve me mot të kthjellët, për arsye sigurie do të ketë mbyllje të përkohshme të qarkullimit deri në momentin kur temperaturat ulen dhe bora ngrin sërish.